Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se ende nuk ka një rezultat konkret nga konsultimet me partitë parlamentare për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Në një prononcim për mediat pas takimit me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamsa, Kurti e cilësoi bisedën si konstruktive dhe të zhvilluar në një atmosferë bashkëpunimi, por theksoi se nuk ka arritur ende një marrëveshje. Sipas tij, diskutimet janë përshëndruar te krijimi i institucioneve të reja në përputhje me vullnetin e shprehuar nga qytetarët në zgjedhje. Kurti bëri të ditur se gjatë ditës do të zhvillonte edhe një takim me kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixiku, në kuadër të konsultimeve me forcat politike parlamentare. Kreu i Vetëvendosjes ritheksoi se subjekti që ai drejton ka numrin e nevojshëm të deputetëve për të udhëhequr formimin e qeverisë së ardhshme, duke theksuar se përgjegjësia për krijimin e ekzekutivit i takon shumicës parlamentare, ndërsa sa i përket zgjedhjeve të presidentit të Kosovës, Kurti nënvizoi se ky proces kërkon bashkëpunim të gjithë forcave politike. Ajo shpreh se synimi është zgjedhja e një figure konsensuale me integritet kombëtar, profesional dhe qytetar që të përfaqësojnë unitetin e vendit në përputhje me parashikimet kushtetuese. Takimet konsultative mes liderëve politik pritet të vijojnë dhe në ditën e vijim në përpjekje për të zhbllokuar procesin e krijimit të institucioneve të reja të Kosovës.